Dhe do të na tregoj edhe më gjithësisht se cili është problemi. Diona, linja për ty. Mirëmëngjesi Horta, mirëmëngjesi për krejt shikuesit e televizionit më të mirë në vend, Kanal 10 edhe sidomos emisionit të ndalë. Ankesat shumë ta çdo ditë për krejt qytetarëve edhe për një me konga që e ndigu ma herët, më pëlqej, tash po du me mësu përmend që dhune me thonë demokraci për çdo problem, po që nuk zgjidhet, po me emision tanin shpresoj që kena me arrit me adale dhe me ju kry punë që ndoshta nuk mundën me i kry vetë. Unë për momentin jënë Komoglav, ku ndodhem në një pjesë ku zotri Nazimi, një qytetari i këtij vendi, banori i këtij vendi, ka leju gypin e kanalizimit art në vendin e tij. Po për të mirë. Po për që i del ka push me mongë nuk e ka dit njeriu. Edhe, do me thonë, tash është prish gypi, edhe nuk ka kush që vjen me regullu, edhe për ma shumë e kemi zotri Nazmin. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. A mundemi me undal pak ma shumë tek problemi dhe me na tregu se si ka ardhur deri tek prishja e gypit, pse u vendos gypi, edhe çka po ankon ti? Jo, gypi është vendos normal për të mirën tonë faktikisht, rrjeti i kanalizimit, që pitojnë infrastrukturë, ajo është vendos shumë herët, mirë po tash mirëmbajtja dëmon nuk është bon. Se ai ka pas leje, si në pronën time, si në gjitha pronat, për shkak se rrjeti i kanalizimit duhet me pas, se cili vend. Po që është damtu para masi është rregullu autostrada, një pjesë e mandej dëmon nuk edhe për kundër krejt kërkesave, se zakonisht i kemi thirrë edhe në telefon, kemi shku edhe në vend ngjarjes, i kemi thirrë edhe në komunë, edhe kompania bifurkacioni që është, po faktikisht neve nuk na kanë përgjigje dhe tashti kjo pjesa ku gjendet e tokës time, pronës që e punojmë se edhe me bujqësi mirëmi, tash domon ka shku tëra në Moçal. Nuk vjen kush edhe pse. Kanë ardhur Me pamje. po. Edhe pse keni bu ankesa.